Orkestra Rinore e Ballkanit Perëndimor ka përmbyllur turin e vet artistik në Shkodër me koncertin instrumental me dashni nga Shkodra drejt skenave europiane të zhvilluar në Teatrin Migjeni. Në skenë, muzikantët të rinj interpretuan një repertor me vepra të kompozitorëve shqiptar dhe botëror, duke sjellë për publikun një mbrëmje të veçantë të muzikës simfonike. Koncerti u drejtua nga dirigjentët Desar Sulejmani dhe Harlen Nikolli. Pas përfundimit të mbrëmjes, dy dirigjentët shprehën emocionet dhe vlerësimet e tyre për koncertin. Muzikantët e rinj dhe pritjen që Orkestra Rinore e Ballkanit Perëndimor ka gjetur gjatë qëndrimit në Shkodër. Është një emocion gjithmonë i veçantë, një emocion prekës për mua se unë djalë Shkodrë dhe gjithmonë e dua diçka të veçantë në qytetin tim të lindjes. Kështu që më vjen mirë që arritëm të realizonim një projekt kaq të mirë këtu në Shkodër. Këtë vit masiviteti që kishte kjo orkestër, repertori ishte vërtet një emocion i papërshkrueshëm. Koncerti në Teatrin Migjeni mbylli disa ditë aktivitetesh të orkestrës në Shkodër, gjatë të cilave u zhvilluan koncerte të muzikës së dhomës dhe një koncert edukues për fëmijë, të rinj dhe familje. Pas Shkodrës, turi artistik i Orkestrës Rinore të Ballkanit Perëndimor do të vijojë në qytete të tjera të Shqipërisë dhe më pas jashtë vendit, duke quajtur interpretimet e muzikantëve të rinj drejt skenave të tjera europiane.